Çka të lidh me Khabibin? Khabib nuk ka mendovin. Një pyetje shumë interesante, po me Khabibin, me familjen e Khabibit faktikisht, ose më saktësisht me thonë me axhin e Khabibit kemi pas shumë marrëdhënie të mira, kemi ne shumë në Ukrainë sepse ka qenë bash i Poltavës aty në qytet, ku kemi qenë ne dhe ne si musliman domthonë kemi pas marrëdhënie të mira sepse kemi shkuar domthonë në autoritetet tona në xhami dhe aty një buni përshtypje domthonë apo neve dhe fillojmë u interesu kush jeni shqiptar, pe ka vini edhe na afrojë domthonë se nike veten si burshli domthonë karshi neve. Edhe natë ku Khabibi ka qenë shumë i ri, biles më kujtohet shumë shpesh edhe ne si shqiptarë domthonë kemi qenë unë, ka qenë menaxheri unë Zbedin Axhiu, ka qenë bashkëtorët e Micur, Januzi, shpesh kemi financu domthonë edhe turne tyne domthonë duke ju ndihmu sepse ne i kishim mundësitë, edhe kemi pas shpesh Khabibin tu ndesh domthonë ato MMA ato mirë për mua kanë qenë pak të jo të pranishme domthonë lufta të tilla. Po Khabibi qysh i ri ka qenë gjithmonë shumë kërkues dhe shumë punëtor. Edhe jo rastisht është këtu ku është, sepse e di domthonë historinë e tij shumë mirë domthonë sepse si familje janë të përkushtuar shumë edhe dashën mas sportit MMA-t. A të ka shkruar ndonjëherë? Po me ton drejtën nuk kam rru shpesh herë domthonë për fitoret, mirë po me axhin e tina më shumë kam pas kontakte dhe kam kontakte ende. Ai është rikthyer tash domthonë mas kësaj trazirës Ukrainë në Rusi, është rikthyer në Rusi atje po jeton. Edhe gjithmonë është falendërues me njerëz për urimet që i bëjmë.